ekonomia. Nderuar dëgjues, përshëndetje. Sot është 18 shkurt viti 2025. Jeni me emisionin Ekonomia në valët e Radio Shkupit. Sot do të keni mundësi të ndiqni një intervistë me nënkryetarin e Komisionit të Rregullator të Energjetikës, me Lirim Sulejmanin. Shkaku kryesor ishte ankesat e shumta të qytetarëve rreth faturave të larta të energjisë elektrike që ju kanë arritur për muajin janar. Dhe me që kishte paralajmërime për një rritje të vogël gjatë këtij muajit, mirëpo sërish nuk korespondojnë disa nga ato me atë rritje të vogël, pra siç është cikur edhe nga Komisioni Rregullator i Energjetikës. Përshëndetje zoti Lirim dhe mirë se na erdhët në Radio Shkupi. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Së pari, faleminderit për ftesën dhe mundësinë për të komunikuar me dëgjuesit tuaj, për të diskutuar dhe shpjeguar të zhvillimet e fundit brenda punës të Komisionit të Rregullatorit të Energjetikës, po edhe zhvillimet e fundit që ndodhen dhe si temë konkrete që edhe vetë cekët me faturat e energjisë elektrike. Po, zoti Sulejmani, unë cika dhe në fillim të emisionit, pra nëse ka pasur vetëm një rritje e vogël e çmimit të energjisë elektrike, kuptoj pra për 4 bloqe mënyra e faturimit siç bëhet kohë e fundit, më dëgjuesit dhe qytetarët janë mësuar në atë klasifikim, por ata ankohen se dukshëm kanë ardhur shumë më të larta, pra se muajin para prak. A mund të ketë ndodhur ndonjë gabim, kanë, domethënë, arsye qytetarët të shqetësohen? Po ja, tani do e shpjegojmë këtë. Bëhet fjalë për një pjesë të konsumatorëve të cilët janë ndeshur me këtë problem, të cilët edhe kanë reaguar. Kanë reaguar edhe te kompania EVN me fakturat e larta të tyre, po një pjesë e atyre shfrytëzojnë drejtën e ankimimit edhe tek Komisioni Rregullator i Energjetikës. Tash arsyet janë të ndryshme. Ka disa arsye. Një nga ato është të themi leximi jo i rregullt i ormacëve. Arsyeja e dytë mund të jetë ja kishim edhe ndryshim të tarifës së energjisë elektrike, e cila hyri në fuqi prej 1 janar të këtij viti, dhe normal edhe si arsye që është edhe e zakonshme është edhe temperatura dhe periudha në të cilën konsumatorët reagojnë si kushtet klimatike, ti themi. Do të thonë ato që cilat nuk u lexohet rregullisht ormacit e tyre kanë problem për arsye se një pjesë e kilowatt orëve të lexuara në momentin ose gjendjes reale ju kanë fakturuar ose shpërndarja e kilowatteve është bërë në atë mënyrë sa që një pjesë e madhe e kilowatt orëve u është fakturuar në bllokun e 4. Bloku i 4 është çmimi shumë i lartë, domethënë 3 deri 4 fish më i lartë se në bloku i parë, për shembull, ta marrim si raport me bllokun e parë. Ky është një nga arsyet se një pjesë ose një kategori e harxhuesve kanë bërë ankesa dhe kanë reaguar për faturat larta. Pse lejohet një formatir ku dihet që kalohet pranë në një klasifikohet pastaj konsumatorin në një kategori tjetër më të shtrenjtë? Kështu tani, sipas rregullores që ne kemi publikuar dhe të cilat duhet ta zbaton sistemi operator, ato janë të detyruar një në 3 muaj ta lexojnë ormacin. Ndodh që ormaci të lexohet, mi po shkrim minimumit, të ndodh edhe më gjatë se kjo, 6 muaj. Mi pastaj bëhet shpërndarja kilovateve sipas shprehisë së harxhuesit. Mi po ka edhe raste kur kilovatët faturohen të njëjti muaj të gjithat, dhe në qoftë se ka reagime nga konsumatori, të njëjtat ripërpunohen dhe shpërndaren sipas metodologjisë dhe sipas formulës që është aktuale në gjithë rregullativën tonë, dhe që duhet ta zbatonë sistemi i distribucionit.
Arsyeja e dytë pse ka ankesa, do të thonë kjo është nga analizat që kemi bërë të ankesave tek kompania EVN dhe tek ankesa që kanë arritur te ne. Arsyeja e dytë është se do të thonë tani me hyrjen në fuqi të tarifës së re, faktura e energjisë elektrike, sidomos e dhjetorit dhe një pjesë e janarit që kapën është ndarë në dy pjesë. Pak është konfuze edhe për vetë harxhuesit, prandaj edhe kanë reaguar një pjesë e madhe aty për shkak se për të njëjtën periudhë harxhimi kanë marrë një fakturë të ndarë në dy pjesë. Do të thënë njëra pjesë deri 31-shin e 12-it, deri kur ka qenë në fuqi tarifa e vjetër, dhe njëra pjesë tjetër është deri varësisht pe grupit leximit me datë 5 ose 7 ose 12 deri 15. Varësisht është në cilin grup gjendet edhe konsumatori. E këtu ç'a ndodhen? Do të thënë deri 30-in e 12-it faturohet me tarifën e vjetër ekzistuese të asaj kohe dhe bëhet një shpërndarje e re me tarifën e re dhe te kjo shpërndarje e re EVN-ja, do të thënë kompania EVN ka fakturën ose harxhimin e ka shpërndar në mënyrë që e ka parashikuar shprehjen e harxhimit të konsumatorit. Edhe ka pas harxhues të cilët asnjëherë në historikun e tyre nuk ka pas harxhimin e bllokun e 4, me këtë rast ato janë vendosur një sasi e vogël të kilovateve në blok të 4. Kjo revoltoi një pjesë të harxhuesve dhe reaguan tek kompania po edhe te ne. Që ne në kohë, prandaj edhe kishim thirrje publike te konsumatorët, po edhe drejtuar edhe kompanisë EVN që këto faktura, këtë pjesë të fakturës ta korrigjon në mënyrë që shpërndarja të bëhet sipas historikut o 3 muajve të fundit të harxhuesit, jo me parashikime të harxhimit, për shkak se ka harxhues se me seriozitet e kanë kuptuar këtë mënyrën ose vendosjen e bllokeve që në mënyrë shumë racionale të bëhet ose të zvoglohet harxhimi, edhe kanë të drejtë dhe kanë bazë për të reaguar në këtë drejtim. Dhe bën EVN-ja këtë ka filluar të bëj këtë korrigjimin e qytetarëve, keni njohuri dhe sa kanë arritur ankesa, po që se nuk është miratuar pranë nga EVN me që pasi të drejtojnë EVN Home, konsumatori ka të drejtë të bëj ankesave tek ju. Ashtu është. Ne kishim përveç kësaj informatis publike me EVN, ne kishim edhe një takime direkte me strukturat e larta të kompanisë, të cilët u përcjellëm këtë breng të konsumatorëve po dhe tonën, edhe kërkuam që me njëherë të fillojnë të zbatohet kjo rregullore dhe fakturat e korrigjon, sidomos këto të cilat kanë të bëjnë me tarifën e re, futjen në fuqi të tarifës dhe shpërndarja kilovateve në bllokjet e këtilla. Sa kemi informate, EVN-ja veç ka filluar të rishikoj këto fatura, edhe aty ku ka bazë dhe aty ku qëndron, domethënë ankesa qytetarëve, do të mirën parasysh dhe do të korrigjohen. Në rast se nuk korrigjohen, domethënë të njëjtit kanë si instancë dytë e ankimimit e kanë Komisioni Rregullator të Energjetikës, ku kemi brenda komision që i cili mirët në mënyrë të posaçme vetëm me ankesat. I marrim, i përpunojmë, i analizojmë dhe të njëjtat e kthejmë prapë nëse kanë bazë për të korrigjuar me udhëzime konkrete ndaj kompanisë EVN. Kanë arritur deri më tani ndonjë ankesë? Sipas informative të fundit, diku 100 ankesa kemi. Domethënë që nuk është një numër shumë drastike krahasuar me vitet e mëparshme. Domethënë është në kuadër të asaj që trajtojmë si ankesa gjatë kësaj periudhe. Nga 100 këto ankesa që kemi, një pjesë e mirë aty ne kanë bazë. Edhe një pjesë të tyre veç i kemi përpunuar dhe i kemi aty të isha, domethënë sa shafati me që në EVN Home diku 8 ditë, pas 8 ditëve nëse nuk ka domethënë epilog ankesa e qytetarit duhet të drejtohet tek ju me kushte të caktuar, domethënë fotokopje të ankesës. Po tek ne edhe në rast se ka përgjigje dhe nuk është i kënaqur me përgjigjen nga kompania, po edhe nëse nuk ka përgjigje, me kopje të fakturës do drejtohet te ne. Ashtu po sqarojmë domethënë dëgjuesve fillimisht në EVN Home duhet të drejtohet. Po nëse nuk ka përgjigje në kuadër të afateve ligjore, zakonisht janë ato 8 ditë drejtohen tek ne. Tek ju sa zgjat ka afat e kurrë apo? Te ne
mundohemi t'ju përgjigjemi edhe më shpejt sa që i parashikojnë afatet kohore ose ligjet ekzistuese ose rregulloria me të cilën ne i menaxhojmë këto ankesa. Ka raste kur shumë e qartë dhe shumë evidente është lëshimi, ose nuk është bërë leximi në kohë ose diçka tjetër, shumë shpejt ju përgjigjemi të njëjtave. Domethënë brenda 2-3 ditëve. Mirë, ka raste ku duhet të presim ose të komunikohet me kompaninë për informata shtesë që t'ju japim një pasqyrë më të saktë dhe ta zgjidhja të jetë e qëndrueshme që të mos lëm hapësira për ankesa edhe nga kompania e vëna. Prandaj ndonjëherë ndodhen varësisht për rastit që është individuale këto ankesat, zgjaten nga 2-3 ditë, po mundet edhe një javë ose maksimumi deri 15 ditë. Po, dhe domethënë pasi kalon kjo, nëse nuk janë të kënaqur konsumatori, ku mund të drejtohet? Ka instanca tjera që mund të drejtojnë përgjithse ngeli pa kënaqur, dhe në të kaluarën keni pas, domethënë lëndë që me sukses kanë përfunduar. Po, kemi pa, domethënë përqindja e lëndëve që janë zgjedhur në favor të konsumatorëve, nëse flasim vetëm për faturat e energjisë elektrike, është diku 20-25%, aty sillet. Nëse kemi 100, domethënë 20-25 janë zgjedhur në favor të konsumatorëve, edhe me çka mbeten të kënaqur. Pjesa tjetër ka edhe konsumatorë të cilët ankimimin e bëjnë edhe pse e dinë, domethënë se nuk kanë të drejtë, mirë po e shfrytëzojnë mundësinë pastaj për të vazhduar më tutje me procedura tjera gjyqësore. Domethënë kanë edhe instanca tjera gjyqësore, po zakonisht ne i marrim parasysh të gjitha momentet dhe aty ku jemi të sigurt se nuk ka drejt, domethënë shfrytëzohet edhe informacioni edhe të dhëna më e vogël të cilën mund të na shërbejnë për ta trajtuar një lëndë të tillë. Them që deri tash edhe procedurat që janë ngritur në instanca tjera gjyqësore kanë mbaruar në dobi të në dobi të komisionit, për në shumtën e rasteve në dëm të konsumatorëve. Për shkak se detyra jonë edhe autoriteti jonë si institucion nuk është në radhë të parë është mbrojtja e konsumatorit dhe drejtave që ai ka si konsumator në gjitha veprimtaritë që janë të licencuara edhe të rregulluara nga komisioni. Prandaj ju kushtojmë shumë kujdes të veçantë të gjithave ankesave që vinë në çfarëdo fushë që janë ose që paraqiten. Prandaj kemi komisionin brenda, komisioni i cili në strukturën e vet përmban ekspert të lëmive të ndryshme dhe enkas për këto çështje. Dhe këntes për këto çështje që të mund ta mbulojmë në mënyrë sa më cilësore dhe vendimet tona të jenë sa më cilësore, dhe zakonisht shfrytëzojmë çdo moment dhe çdo pikë të fundit nëse duhet të jemi në anën e konsumatorit dhe çdo herë e mbajmë atë qendrim. Po, dhe një formë tjetër, këtu do e përmendim pra që shpesh dhe komisioni e ka cekur, konsumatori mund të kontrolloj gjendjen apo kilovatët e harxuar edhe vetë. Mi vonë këtu kanë një kritik, vërtet, për ata të cilët jetojnë në përbanesa, në ndërtesa. Është vështirë paksa të gjej ormacin dhe ta lexoj në fakt, ashtu do të besoj edhe me shumë qytetar, dhe të lexoj se sa kam harxuar, për shkak, si të themi, për shkak lokacionit ku vendosen, domethënë është i papërshtatshëm ambienti ku vendosen para ormatësit. Po dim aty tani në fakt forma është e tillë dhe kushtet ato janë, më kupton po. Po është pak sa vështirë. Keni menduar për ndonjë mënyrë tjetër më të lehtë, ndonjë nëse kemi parasysh tani teknologjinë për të pas më lehtë qytetarit të lexojë atë që harxhon, apo ndoshta një mundësi e tillë nuk mund aktualisht. Kështu mban kritika juaj. Unë për vete flas si qytetar, por besoj që shumë qytetar ballafaqohen me këtë. Mban kritika juaj edhe këtë e ndëgjojmë edhe ne tankon çdo ditë me gjitha ankesat, me gjitha komunikimet që kemi me qytetarët, edhe disi punojmë që kjo, domethënë
kjo mënyrë e paraqitjes gjendjes të lehtësohet për qytetarët. Tani ne ju japim informacion për atë ose sqarime qytetarëve për ato që kanë qasje dhe mund të lexojnë orët. Se ka edhe një kategori konsumatorësh. Kam dëgjuar që kanë brenda në banesa, nuk e di se si. Jo, nuk folin për banesa, folin për shtëpi private. Shtëpi private po. Kompani të ndryshme kështu me radhë ku kanë qasje dhe mund të lexojnë. Ka një numër i madh i konsumatorëve të cilët nuk kanë qasje. Për shembull ka banesa kolektive ku ormacet vendohen në dhoma të posaçme elektrike, ju thënë ashtu, me terme teknike, dhe aty janë të mbyllura me çelësa të kompanisë dhe një çelëse ka përgjegjësi i hyrjes ose i banesës. Në këto raste, nëse ka dyshime tek faktura, duhet drejtuar ankesa ose kërkesa tek EVN-ja, ato të dërgojnë person të autorizuar i cili do ta hapë dhe bashkarisht të mund ta lexojnë gjendjen dhe konstatojnë në një formular të posaçëm të cilët ato e kanë. Po është problem i cili ndeshemi të gjithë ne këtu tash. E përmendë digitalizimin. Kompania është duke zbatuar digitalizimin në shumë procese. Ja me siguri keni vërejtur edhe digitalizimin e procesit të kyçeve të reja. Tani gjithë procedura nuk shkon nëpërmjet pritje rendi tek zyrat e pranimit atje ose dorëzimi dokumentacione në letër ose në hard copy, siç e thënë këto, po bëhet në mënyrë shumë elektronike dhe gjithë komunikimi me kompaninë është shumë i lehtësuar dhe shumë i shpejt, se për shkak se vetë sistemi është i bërë atill që të përgjigjet të jetë shpejt. Kjo është një. Shërbime tjera tash që ka kompania me qytetarë gjithashtu digitalizohen. Orët është një proces që zgjaten. Ormacit për momentin në Maqedoni mbi 200 sa kam informatën e fundit 250.000 orë, veç janë orë digjitale të cilat lexohen nga distanca ose nga zyrat e kompanisë. Po edhe këtu mund të arrijë kjo procedurë tek konsumatori. Ka forma që të mund të arrijë që ta lexojë në fakt. Ai ta lexon orën në mënyrë digjitale nuk mundet. Digitalizimi. Ka mundësi në të ardhmen të ndodhë edhe kjo. Ju tregoj këtë. Ka forma nuk e di, domethënë. Digitalizimi siguron saktësi në lexim. Për shkak se ora nuk lexohet nga personat në vend ku është matja, po në mënyrë teknologjike, në mënyrë informatike, si të dhënat miren nga ormaci deri tek sistemi ku përpunohen pastaj dhënat dhe nxirren faturat. Këto njëherë bën edhe ekzistojnë. Ndonjëherë mundohet edhe lëshime të këtilla, po janë të natyrës teknike të cilat shumë shpejt korrigjohen. Domethënë nuk e harxojnë, konsumojnë harxhuesin që të mirët me këtë problematik. Vetë fakti që mund të ketë lëshime, dihet ku është lëshimi edhe shumë shpejt korrigjohet kur është gjithçka e digitalizuar. Thash që në Maqedoni 250.000 orë, nga 800 sa janë anvestri në Maqedoninë e Veriut, janë orë digjitale dhe funksionojnë në këtë mënyrë. Këtu edhe ankesat janë shumë më të vogla se sa këto orët mekanike të cilat për momentin të pjesa më e madhe e harxhuesve janë në funksion. Kjo është proces të vazhdone, ne e ndjekim dhe u përcjellim kompanisë që intensiteti dhe dinamika të rritet pak më shpejt për arsye, sidomos tani për arsye të vendosjes së blok tarifave. Për shkak se këtu tani ekziston edhe brenga më e madhe, po edhe reagime më madh të qytetarëve. Se nëse nuk lexohet rregullisht shpërndarja kilovateve, e sidomos nëse nuk lexohet një periudhë më gjatë, faturohet në blok tarif që është shumë shtrenjtë për qytetarët. Ja, dhe kjo është edhe reagimi. Prandaj jemi në kontakt kontinuitet me kompaninë dhe me përgjegjësit e kësaj dhe shohim mënyrën se si ta përshpejtojmë gjithë këtë proces, sidomos në rajonet ku kemi koncentruar më shumë reagime dhe ankesa me faturat. Në fakt me këtë problematikë dhe javën e kaluar u morëm dhe gjatë anketave të qytetarëve kishte bukur mirë qytetarëve të cilët ankojshin në fakt se kanë fatura më të larta të energjisë elektrike në krahasim me periudhën e kaluar, por ekziston mekanizëm që jo të detyroj, po si të themi të korrigjojë vënën që të jetë më e kujdesshme për shkak se bëhet fjalë për qytetarët të cilët ndoshta jetojnë me rrogë minimale, e në fakt fatura i ka arritur pothuajse një shumë e tillë.
Dhe ai në rend të parë nuk ka mundësi edhe të ankohet, për shkak se kur do të ankohesh në fakt të gjithë harxhimet do t'i kesh si konsumator. Vetë duhet fillimisht të paguash. Është ashtu, një kontrollor të vi të shoh, domethënë macin, të shoh orën është në rregull, do duhet domethënë konsumatorin nga xhepi të paguaj. Qartë, e kuptova pyetjen. Autoriteti ligjor, cilën e ka Komisioni Regulativ Komisioni Energjetik, është shumë i gjerë në këtë drejtim. Domethënë, brenda komisionit kemi sektor të veçantë i monitoringut me njerëz, me një ekip shumë profesional i cili në çdo ditë dhe në kontinuitet e ndjek punën e çdo veprimtarie që është licencuar për shirktuar dhe evanahomin. Domethënë, nëse shohim devijime nga detyrimet që i kanë në bazë licencës, reagojmë me njëherë. Kemi masat e cilat marrim si paralajmërime ose masa konkrete të cilat ja drejtojmë kompanisë, domethënë si masa korrektive, të cilat duhet të zbatojmë për me një dinamik ose me një plan kohor të caktuar, të cilën ne ua diktojmë kompanisë, po kemi edhe masa siç është edhe masa më rigoroze, të themi, edhe humbjen e licencave. Deri tash kemi marrë licenca kompanive të industrisë së naftës, por të njëjtën gjë kemi bërë edhe në sektorin e nxemjes qendrore. Kështu që nuk do të lejojmë që veprimtaria ose sjelljet e kompanive të licencuara dhe të cilat i rregullojmë si komision të shkojnë në dëm qytetarëve. Tash nuk mund të marrim më masa nëse kemi ankesa individuale ose për shembull një numër sa që është e pritur gjatë kësaj periudhe që ndodhen tani. Po nëse këto dalin jashtë përmasave të pritura ose jashtë përmasave që zakonisht mund të ndodhin, atëherë aktivizojmë mekanizmat ose instrumentat që i kemi si komision, edhe atë duke paralajmëruar paraprakisht, duke ju dhënë masa konkrete të cilat duhet të zbatone vetë kompania. Edhe së fundit, nëse do nevoja, edhe fillojmë edhe procedurë për marrjen e licencave. Kjo është një nga masat cilat neve na siguron se kompania mund ta humb edhe ne vetëm na siguron, por edhe na jep autoritet që kompania të mund të zbatojë dhe të përshtatet regulativës të cilën është në fuqi, ajo regulativ në mënyrë shumë të saktë dhe në mënyrë shumë protektive është në anën e konsumatorit. Pra, të nderuar dëgjues, jemi në bisedë me nënkryetarin e Komisionit të Rregullator të Energjetikës, Lirim Sulejmani. Do vazhdojmë bisedën edhe më tej. Shpresojmë që në fakt situata të tilla të mos së paraqiten, edhe nëse paraqiten të jenë me përmasa më të vogla, për shkak se ndodhin domethënë siç e cikat edhe më herët, edhe nga mënyra teknologjike, ndonjëherë edhe teknologjia ditë gaboja, po. Kështu por faktori njeriu është aty për ta përmirësuar. Shpresojmë që do jenë më pak dhe të mos përsëriten. Tani kalojmë tek një çështje tjetër, tarifa e lirë. Tarifa e lirë aktualisht zbatohet për ditër pre ora 13 deri në ora 15, mos ka po, dhe në mbrëmje pre ora 22 deri në ora 7 e mëngjesit. 7 e mëngjesit, unë e kam ditur që në 6, mirë po ja që e mësova, edhe një orë fitova, domethënë edhe dëgjuesit ta kenë parasysh se mos e shumë ti përqendrojnë atë ditës, mirë po kjo ditës është në një periudhë pre ora 15, pre ora 13 deri në ora 15, disi në kohë kur shumica e qytetarëve nuk ndodhen në shtëpi dhe pak sa më pak do të shfrytëzohet. Mi po, nga aq sa shfrytëzuar, keni analiza si ka ndikuar në fakt tek anvisrit, po, tek anvisrit, dhe a planifikohet një orë shtesë ndoshta në të ardhmen, për shkak njerë u përfol para vitit të ri ishte, para se të sjellet vendimi për rritje në fakt, situata ndryshoi dhe komisioni tha që jo, nuk bëhet një gjë e tillë, edhe pse para deklaratat para asaj periudhe nga kryetari i komisionit Bislimovski kishte se në dhjetor diku mund të
këtë zgjerohet kjo tarifa. Po, ishte ashtu i për një orë. Mi po situata ndryshojnë, tregjen ndërkombëtare, rritja e çmimit të energjisë, ndoshta në vurzve, kështu që nuk e rrit deri te kjo. Mi po, si zhvillohen, si janë kushtet aktualisht? Mendoni për një gjë të tillë në të ardhmen? Ideja e komisionit edhe atë që vetë kryetari Bistimoske komunikoi me opinionin ishte që të shfrytëzojmë benefitet ose efektet e investimeve ose atij Eldoradoja që e përmendën në investimet e energjisë ripërtrishme. Të shfrytëzohet në fakt të shfrytëzohet ato efekte edhe nga vetë qytetarët. Prandaj dolem me një ide, mbas do analizave që bën brenda komisionit, se ka mundësi që brenda ditës, asaj periudhës ku e kemi vetëm të zbatuar tarifën e lirë, të shtohet edhe një orë për arsye se në atë periudhë çmimet në treg, po edhe çmimet këtu te ne ishin shumë të favorshme, domethënë shumë të ulta, dhe ideja ishte që të stimulohet harxhim më i madh në atë periudhë kur edhe çmimi është i ulët. Tani brenda kohës ndonë zhvillime tjera, po në zhvillimet shkuan në atë drejtim saqë çmimi simbolikisht shkoi lart, po nga ana tjetër çmimi në tarifën në pjesën e dytë të tarifës së lirë, ajo është mbas orës 22, po shkoi shumë aq lart saqë na kufizoi që të mund të zbatojmë kështu mase më një herë. Prandaj mbajtëm një qëndrim të balansuar në favor të konsumatorëve, por arsye se vetë shprehit që deri tani kanë krijuar konsumatorët janë që të shfrytëzohet tarifa mbas orës 22. Nisem edhe nga vetvetja, edhe nga familja jeme, ne mezi presim orën 22 që gjithçka të shtim në funksion pe atë aparaturës që kemi që harxhon më shumë. E tash, nëse bëshim ndonjë kombinim të ndërprej, ka ndodhur që të vi fatura elektrike më lart se sa që prisje? Për ndonjë muaj? Po, këtë muaj kishte të njëjtin rast si gjithë qytetarët që reaguan. Është pak më e lartë se sa faktura më po thua pak më e lartë, ka qytetarë të cilët thonë është shumë e lartë. Jo, ka qytetarë që thonë shumë e lartë, po ato që përmenda edhe varet edhe nga arsye. Te unë ora ishte lexuar në kohë, harxhimi ishte pak më i lartë për shkak kushteve klimatike, ditë më të ftohta këtë periudhë, edhe mënyra se mënyra me cilën ngrohem unë është me energji, ngrohjen e banesës është me energji elektrike, edhe ka qenë periudha ku edhe fëmijët i kanë pasur në shtëpi, është pushimi dimror i shkollave, dhe kështu që edhe ajo pak ndikoi që të ketë pak rritje dhe një rritje e vogël. Jo, varehet për shkak se kur jemi gjithë në shtëpi, po ma ndryshe funksionojmë edhe gjithçka kemi në funksion. Kështu që aty edhe e pash edhe vetë se ndonjëherë, po kjo e pash edhe vetë se ndonjëherë kjo ndodhen, zakonisht më ndodhen te fakturat e janarit kur jemi gjithë në shtëpi. Te unë ishte këtu rastimi, po te konsumatorët ju tregova mbas asaj që pam në ankesat e tyre ka arsye tjera, tash mos leximi, po ka edhe raste tjera, janë shumë individuale, tash mos i hym ti generalizojmë. Po një gjë është generale, ose ato që e ka ndodhur me harxhuesit, të cilët shpërndarja e kilovateve me tarifën e re është bërë në mënyrë jo adekuate, edhe prandaj edhe kishim reagim vetëm me një herë. Ndërkohë që flasim për një rritje të vogël apo për janarit, që nuk do duhet të ndikojë edhe aq shumë. Po. Rritja, domethënë mesatare ishte në faturë diku afër 1%, 0.92-3% ashtu diçka. Ashtu aq është rritja, kështu që qytetarët kanë pritur për aq edhe t'u rritet faktura muajin e ardhshëm. Po nuk llogarisin, si u thash, kushtet klimatike, ditë më të ftohta, mënyra se si e kanë rregulluar. Pritni stabilizim këtë muaj? Këtë muaj presim. Mos ketë, domethënë muaj i shkurtë, apo i ngjashëm do ballafaqojnë qytetarët sërish edhe me këtë. Apo ndonjë stabilizim, çfarë? Nuk besoj. Gjëja e parë që pres është që EVN-ja të marrë me seriozitet ankesat e qytetarëve, edhe të reagojë aty ku ka bazë për të reaguar, të korrigjohen nëse duhet të korrigjuar. Nga ana tjetër, ne si komision në kontinuitet do i bëjmë
presion kompanisë, do ta ndjekim të gjithë aktivitetin edhe të gjithë procesin me të cilin ato tash miren me S'paku të mos ndodh ai. Nga ana tjetër mendoj se kjo periudhë tani do ta zbus pak situatën për shkak se edhe kemi edhe pak temperatura më të larta, fatura e energjisë elektrike tash nuk do jetë me dy pjesë ndam ashtu siç ndodhi me të lirën edhe me të po do jetë fakturë me tarifën e lirë, se që këto momente mendoj se do jenë ato inputet të cilën do ta qetësojnë pak reagimin e këtyre konsumatorëve të cilët kishin probleme me fakturat e larta kësaj periudhe. Po, ngelëm më duket përmendëm për tarifën e la planet. Po, planet. Nuk e përgjigjem. Nuk e deri në fund se dolëm. Tani ne në kontinuitet bëjmë analizë të gjendjes, të tregut edhe të mundësisë për ta futur. Domethënë kemi interes dhe punojmë që të gjejmë mënyrën se si ta fusim këtë orë shtesë në tarifën e lirë. Po varësisht edhe prej kushteve, edhe prej zhvillimeve që ndodhin në tregjet jo vetëm ndërkombëtare, po edhe këtu brenda nesh. Është një moment i mirë dhe është një sinjal i mirë që shumë pak energji importojmë tani nga jashtë. Pjesa më e madhe sigurohet nga tregu këtu i brendshëm. Kjo është ai efekti i gjithë këtyre investimeve që ndodhen sidomos 3 vitet e fundit. Kjo pak e kontrollon procesin dhe e amortizon që të mos jemi të varur nga importi. Po, nga importi amortizon pak edhe presionin ndaj çmimit që kanë çmimet e larta në treg jashtë. Kjo është një shenjë mirë dhe nëse ne vazhdojmë të ketë në të ardhmen që në të ardhmen të ketë një efekt pozitiv tek tarifa. Edhe ndonjë shtesë orës apo të tarifës. Besojmë që edhe një shtesë orës, po këtu vlen të cekët edhe këto për konsumatorët se jetemi i vetmi shtet në rajon që kemi tarifë lirë brenda ditës 2 orë. Më thënë, shtetet tjera në rajon kanë tarifën e lirë, mi po vetëm tarifën e natës. I vetmi shtet këtu që zbatojmë këtë dhe do tentojmë që të ngele edhe në rast të mundësisë së parë edhe të shtohet, pse jo edhe me 1 orë plus. Së paku të shtunën kur jemi në shtëpi se dielën e kemi votë. E diela është ashtu? Përmendim e diela është tërditën? E diela është po nga fillon tarifa e lirë nga shtuna në ora 22 deri të hënën në mëngjes në ora 7. Domethënë diela komplete. Të tregojmë dëgjuesve, konsumatorëve sakt mirë të dinë, në fakt të shfrytëzojnë këto forma, pse jo. Gjatë festave si është? Gjatë festa është tarifa normale. Nuk kam qenë sigurt se si ka qenë domethënë po. Gjatë festave është tarif normale, nuk ka vetëm të dielave. Po, ashtu si është rregulluar mbas sistemit tarifor. Ngela edhe pa u përgjigjur një pyetje tjetër sa është efekti i zbatimit të kësaj tarife. Tani unë mund t'ju tregoj në kushte optimale në një ambestri mesatare me një harxhim prej 800 kWh, në rast se shfrytëzohet në mënyrë optimale këto 2 orë, efekti është shumë i madh. Domethënë 800 kW pa tarifën e lirë, fatura është diku 6.000 denar. Këtë kemi bërë një analizë për ne, po dhe për konsumatorët, të cilët interesohen me pyetjet këtilla, se kemi edhe gjëjat edhe mënyrën e të drejtuar ndaj nesh në mail, të komunikimit të drejt me konsumatorët. Efekti të ajo faturë për 6.000 denarëve është diku nëse, edhe njerë përsëris, nëse shfrytëzohet në mënyrë optimale. Domethënë gjithçka që ke harxhim në ambistri, ta shfrytëzosh në ato 2 orë, diku 1.200 denar. Domethënë që s'është pak. Domethënë nga 6.000 1.200 denar është për 2 orë efektin e kësaj. Nga ajo që tani ndodhen, kemi informat një analizë për atë sa është efekti i përgjithshëm tani, mund t'ju tregoj nëse pa zbatimin e këtyre 2 orëve të tarifës së lirë brenda ditës, raporti kilowatt orë të harxhuara në tarifën e shtrenjtë dhe tarifën e lirë ka qenë 52 në favor të tarifës shtrenjtë, 48 në tarifën e lirë, tani është e kundërta. Domethënë 52% është harxhimi në tarifë me tarifë të lirë, faturimi, dhe 48% me tarifë të shtrenjtë.
Kështu që një input i përgjithshëm është se ky efekt është diku 4%. Më thonim si efekti i përgjithshëm. Po në raste individuale prap ka të bëjë me vetë shprehinë e harxhimit, sa janë prezent në shtëpi ja brenda ditës, ka familje që gjithë janë punë, në shkollë me fëmijë dhe nuk mund ta shfrytëzojnë atë 2 orë shumë. Po ka edhe shumë familje tjerë, sidomos pensionistët, njerëzit në moshë, njerëzit që janë aty edhe shfrytëzojnë maksimum këtë mundësi. Prandaj them individuale, dikun mund të jetë efekti shumë i madh me 5-600 denar, dikun mund të jetë po edhe 100 denar. Po ka efekt. Efekti i përgjithshëm është diku 4%. Dhe një gjë tjetër tani mu kujtua, më herët tani nuk e di sakt kur është por kjo heqja. Kishte subvencionim të faturave të energjisë elektrike, ajo ishte më duket projekt nga qeveria, apo? Dhe ishte një formë e subvencionimit për familje, për të gjithë familjet. Për gjithë ashtu ka qenë. Subvencionimi ka qenë në mënyrë indirekte. Domethënë edhe tani qeveria ka edhe tani është në një formë e tillë. Për shkak se nuk i vërej, më parë ishin të shënuara edhe në faturat të cilat na rinin, shënoheshte se domethënë si shembull se sa në fakt sa subvencionon qeveria dhe sa realisht do të ishte fatura e një u hoq ajo nga fatura për shkak se krijoi një konfuzion tek qytetarët. Ekziston si mas? E njëjta mas është. Ta rregoj se domethënë po që se nuk jemi të subvencionuar, mund të kemi tarifa më të larta të energjisë elektrike. Nëse jemi të subvencionuar do të kemi çmime tregu. Kupton, çmime tregu që janë për momentin 2 ose 2. Por arsye se kanë menduar që në fakt të njëjtë edhe qytetarët ndoshta kanë menduar se është hequr ajo. Jo, tani do të tregoj se si funksionon ajo mënyra e subvencionimit. Furnizuesi universal që është EVN-ja, që i furnizon konsumatorët dhe harxhuesit e vegjël. Ajo është pjesa më e madhe, 90% e tregut këtu na. Ato energjinë elektrike e blejnë nga elektranët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me çmim i cili është shumë më i ulët për asaj që është në treg. Domethënë, nëse çmimi në treg është 100 sa euro, për momentin 130 ose 40 euro, çmimin që elektranët e Maqedonisë jashtë si furnizuesit universal është 62 euro, që ishte tani tash. Domethënë shumë fish më i ulët ose 2 fish më i ulët për asaj që është në treg. E tash, çmimin që prodhon elektranat, po jashtë është shumë më i lartë se nga kjo që jep elektranat furnizuesit universal. Atë dallim që mos e paguajnë qytetarët se realisht ajo dedikuar për konsumatorët pranë visërit. Po, çmimi negociuar i qeverisë me furnizues me elektranët e Maqedonisë për të mbrojtur standardin dhe ekonominë e qytetarëve. Se përndryshe elektranët duheshte të formojnë çmimin vet. Të thënë ja, mua më kushton 1 kW ose 1 megawatt-orë më kushton për ta prodhuar kaq, shembull 70 ose 80 euro. Edhe një mënyre subvencionimi është indirekt. Indirekt ashtu. Për ta ruajtur standardin dhe ekonominë e qytetarëve. Aty është. Prandaj më para këtë mënyrë është ka qenë ndoshta në mënyrë më transparente, mund të themi. Nuk transparente, po ka ndash ta dinë se sa është pjesëmarrja e qeverisë në llogaritë, në çdo llogaritë të qytetarëve. Prandaj edhe e pasqyruan në faturë, por po ajo krijoi pak konfuzion tek qytetarët dhe kishte disa qytetarë që prishin se me atë minusimin ose me atë pjesëmarrjen ose subvencionimin duheshte dikush t'ju shkon e t'ju kthen parat në dorë ose t'ju minusohet nga ajo që është fakturë. Prandaj hoqen po mënyra e ekziston dhe ekziston e njëjtë. Atëherë, nëse kemi të shtuar, unë mendoj se i cekëm disa nga çështjet kryesore që besoj edhe qytetarit i intereson, por ndoshta diçka më rëndësi që duhet ju të cekni për qytetarët që ngelëm ndoshta pa e diskutuar. Do kisha një apel tek qytetarët, domethënë sidomos këtu në periudhave të muajve të ftohta dimërore, të kenë kujdes me harxhimet, të shfrytëzojnë edhe maksimalisht mundësinë e tarifës së lirë dhe të kursense për shkak edhe porësia që duheshte të jepet nëpërmjet këtyre vendosjeve së bloqeve është që mund të mbrojmë qytetarët
të klasës mesatare, të thëmja të nëturit. Prandaj edhe tarifa nëse e vëreni në blokun e parë, dytë, po deri dhe te treti, është disi e akceptueshme për qytetarët dhe mund të përgjigjet. Tarifa e 4 është vendosur për ata që kanë standard të lartë, edhe me atë të mund edhe të paguajnë luksin që të ta bëjnë. Tashmi, po për ta bërë këtë duhet pak racionalitet në harxhimin. Racionalitet në atë që mund të shfrytëzohet pa mos e humbur komoditetin, të kuptojmë. Nuk themi që qytetarët të ndalin gjithçka edhe pastaj ajo të reflektohet te stili i jetës ose te komoditeti i jetës, po fundit edhe të shëndeti. Duke mbajtur gjithë atë, të mund të kenë kujdes kur dhe si shfrytëzojnë sidomos aparatet të cilët u harxojnë më shumë. Të shfrytëzohet në maksimum tarifa e lirë, se ka qytetar ku shoh raporti tarife lirë e shtrenjtë është shembull 70 në favor të shtrenjtës, 30 në lirës, po ka edhe të kundërtën. Kështu që kjo do azvoglon do azvoglon faturën do azvoglon edhe sasinë e harxhuar. Edhe sasinë e harxhuar. Kjo është një, dhe apeli i dytë është që të kenë atë sigurinë se nuk janë lënë vetë në gjithë këtë situatë, në këtë gjendje që ndodh. Ne zakonisht kemi mekanizma për të cilat komunikojmë me ata edhe mbrojmë qytetarët. Dhe kompania Evona e di këtë shumë mirë dhe me shumë seriozitet e merr çdo vërejtje dhe çdo komunikim që u drejtohet atyne, sidomos kur janë në pyetje interesat e qytetarëve. Ambisrit ashtu. Pra nderuar dëgjues, ishim në bisedë me nënkryetarin e Komisionit të Rregullator të Energjetikës, me zotin Lirim Sulemani. Besojmë që trajtuam disa nga çështjet mjaft me rëndësi për qytetarët, për konsumatorët, dhe cekë mënyrën se si ku duhet të drejtoheni po që se prahasni në këtë situatë me faturat larta të energjisë elektrike, që shumë nga qytetarë po ankohen, dhe keni formën, duhet të drejtoheni fillimisht në Evona Home dhe pas 8 ditëve, nëse nuk do të ketë epilog, atëherë lirisht do të mund të drejtoheni edhe te Komisioni Rregullator i Energjetikës, ku ekziston një komision i posaçëm dhe do të merret me çështjen, pra lëndën e juaj. Mos më ngel asgjë tjetër, ju falenderoj për kohën që ndat për dëgjuesit e Radio Shkupit, dhe besoj se do të mësojnë shumë gjëra, pra shumë fakte apo informacione do të marrin nga kjo biseda, ashtu siç për disa edhe unë fakt mora disa informata më të reja. Kështu që do t'ju falenderoj vërtet për kohën që ndat për dëgjuesit, dhe shpresoj se edhe herave tjera do të jemi pra me informacione tjera, do të sqarojmë edhe çështje tjera që do të dalin pra gjatë periudhës, pavarësisht nga situata. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj, dhe çdo herë jemi në disponim për të ardhur në emisionet ku ka nevojë që të komunikojmë me qytetarët nëpërmjet radios tuaj. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit. Nderuar dëgjues, ne këtu do përmbyllim emisionin Ekonomia. Redaktore përgjithëse servisit të tretë programor Sebate Nuhiu, redaktore dhe autore e emisionit unë Hatice Ismaili. Miru të qofshim.